Louise Ailey ka vendosur të jetë transparent me ndjekësit e tij, duke sqaruar publikisht pse ditëlindja e vajzës së tij, Lunës, do të festohet me një ditë vonesë. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, ai shpjegon se shkak për këtë shtyrje janë angazhimet profesionale të Kiarës, e cila nuk ka mundur të jetë e pranishme sot. Do ta festojmë nesër, thot Louise, duke nënvizuar se për ata momenti i rëndësishëm është që vogëlushja të jetë e rrethuar nga dashuria dhe familja, pavarësisht datës. Ndërkohë, një sy në Instagramin e Kiarës mjafton për të kuptuar se përgatitjet për një festë madhështore janë në kulm. Dekori, atmosfera dhe emocionet që priten paralajmërojnë një ditëlindje magjike për Lunën e vogël.